Pra, jemi duke parë këto shprehjet e rregullta dhe kemi përdorur komandën grep për të gjetur një shprehje të rregullt në një tekst. Pra, kjo bën matching me një shprehje. Tani, përveç komandës grep ka edhe komanda tjera në Linux që përdorin shprehje të rregullta. Edhe komanda find që kemi parë ne para se të bënim komandën grep, mund të përdor shprehje të rregullta. Le të shikojmë një ekzempull, një shembull se si e përdor komanda find. Po krijoj një skedar me një emër të keq, për shembull touch. Touch është sa për të krijuar një skedar bosh, e dini? Dhe meqense emri ka vende bosh në emër, domethënë emri ka vende bosh, po e vendos në thonjza çifte. Tani, në Linux, një emër skedari që ka vende bosh nuk është i mirë, nuk preferohet. Pra mund të bëjmë një emër skedari që ka vende bosh, por nuk preferohet. Pse? Sepse duhet që ta shkruajmë emrin me thonjza, çifte ose teke, që ta kapim këtë skedar. Për këtë arsye nuk është i preferueshëm. Mund t'i vëmë minus, mund t'i vëmë underscore në vend të vendit bosh. Megjithatë ne krijojmë një skedar tillë sa për shembull. Tani do bëjmë një komand find që gjen ato skedar që nuk kanë emra të mirë. Find në direktorin ku jemi do kërkoj me regx. Domethënë duke përdorur një shprehje të rregullt. Pra do përpiqet të bëj match me një shprehje të rregullt. Tani në Linux një emër skedari mund të ketë mund filloj me minus ose underscore ose jo. Shkojmë që kësi. Një skedar mund të përmbaj, domethënë një emër skedari mund të përmbaj shkronja të vogla, mund të përmbaj shkronja të mëdha, nga A në Z e madhe, mund të përmbaj shifra nga 0 në 9, mund të përmbaj një pik, sepse mund të jetë prapashtesa, për shembull pik mund të jetë prapashtesa, për shembull pik txt ose pik jpg ose pik png. Pra edhe pika është e pranueshme, është e rregullt në një emër skedari. Mund të përmbaj underscore, mund të përmbaj minus. Edhe mund të përmbaj edhe këtë slash ndarë, që ndan një path nga një path tjetër. Domethënë një direktori slash në direktoria tjetër, slash në direktoria tjetër, pastaj emër skedari. Tani ne duam të gjejmë ata emra skedarësh që përmbajnë karaktere të tjera përveç këtyre. Pra, nëse ka një karakter tjetër që është përveç këtyre, do ta quajmë të keq, domethënë emër të keq. Tani që ta ndryshojmë këtë sensin e kërkimit, vendosim këtë kapuçin këtu përpara kësaj, domethënë në fillim të klapave katrore. Domethënë kjo do bëj match me çfarë do bëj karakteri që nuk është një shkronjë, nuk është numër, nuk është pik, underscore, minus e kështu me radhë. Pra çdo lloj gjë tjetër, po të jetë në një emër skedari, nuk konsiderohet gjë e mirë. Tani e gjithë kjo shpreha përputet vetëm me një karakter. Tani që themi shumë, do t'i vëmë çfarë do t'i vëmë kësaj nga prapa, do t'i vëmë një ose jo. Pra nëse përmbajmë një karakter që nuk është një nga këto, quhet i keq. Tani përpara kësaj do t'i vëmë edhe një pik yll, edhe mbrapa një pik yll. Pik yll. Kjo pika nënkupton çfarë do lloj karakteri, edhe ylli një numër i çfarëdoshëm, 0 ose më shumë. Edhe këtu pika një karakter i çfarëdoshëm, edhe ylli një numër i çfarëdoshëm karakteresh. Tani këto ja vëmë ne kësaj shprehjes kur përdorim find,
sepse find bën match me të gjithë emrin e skedarit. Pra, find automatikisht i shton këto, domethënë bëj match me fillimin e stringut edhe me fundin e stringut. Pra, po ta përdorni me regex për shembull, do ishte një lloj sikur të bëj match me fillimin e emrit edhe me fundin e emrit të skedarit. Prandaj i shtojmë këto pikë përpara dhe mbrapa. Tani unë e dash të komandën edhe më dolën gjithë ato skedarë që kanë emra jo të mirë. Domethënë ja të shikojmë edhe me les. Tani, kemi diçka të së shohajmë. Se po më dalin të skedarë. Po ta vendosim në të se kjo do kap edhe emrat që janë të, domethënë skedarë që kanë emra të rregullt. Ne do të kapim vetëm ata që s'kanë emra të rregullt. Po ta ishte ka po shenjë të gjithë. Ka diçka që nuk shkon, do ta shikojmë vonë dhe do ta diskutojmë edhe tjetër. Tani, edhe komanda locate mund të përdoret shprehje të rregullta. Locate, për çfarë përdorim komandën locate? Është si komanda find. Po find kërkon në moment, domethënë duke kërkuar gjithë emrat e skedarëve, kurse locate kërkon në një databazë. Pra, ka bërë një indeksim më përpara të skedarëve që ndodhen në gjithë sistemin, edhe kur përdorim në komandën locate, kërkohet në këtë databazë. Pra, edhe komanda locate mund të ketë një opcion regex dhe mund të kërkojmë për shembull me këtë shprehje të rregullt, bin bz ose gz ose z. Pra, ajo kërkon për gjithë ato skedarë që përmbajnë këtë shprehje bin/bz ose bin/gz ose bin/z. Sepse këto klapat e faktorizon këtë bin, domethënë që kjo bin i ngjitet secilës nga këto. Dhe këto janë opsione, domethënë alternativa të ndryshme që mund të bëhen match. Për kjo atë dhe mirë, Urdo? Jo, s'ka mund të ketë edhe lip, po që mjafton që të ketë atë bin/ edhe këtë gjë tjetër, bin/ edhe bz, pastaj mund të ketë edhe shkronja tjera mbas asaj, edhe përpara.
por që kjo është ndryshe nga komanda find, sepse komanda find përpiqet që këtë ta bëj match me gjithë. Hajde. Mirëmëngjes, hajde. Pra, ndryshe nga komanda find, që këtë shprehje në rregull që japim ne e bën match me të gjithë atë emrin e sketarit, kjo komanda locate shprehja në rregull që japim ne nuk e bën match me gjithë emrin e sketarit. Pra mund të bëj match vetëm me një pjesë të emrit të sketarit. Për shembull, po të marrim të rastin e fundit këtu, ku bën match ajo, do të ketë këtu bën match me këtë bin zip për këtë rast. Edhe ka shkronja të tjera nga mbrapa, ka dhe shkronja të tjera përpara, nuk ka rëndësi. Edhe këto më lart, kjo këtu bën match me bin gëzip, me këtë pjesë të sketarit. Edhe komanda less mund të përdori shprehje të rregullta. Për shembull, kemi këtu ne këtë phone list.txt, kemi këtë sketarin phone list.txt. Le ta hapim me komandën less phone list.txt. Tani, nëse shtypim një slash, këtu na hapet një prompt. Këtu në fund këtu mund të shkruajmë një shprehje të rregullt, të cilën less do përpiqet ta bëjë match me gjithë rreshtat e sketarit. Po shkruaj këtë shprehje të rregullt duke bërë match që nga fillimi I rreshtit, bëj match një digit. Faktikisht duhet të bëj match 3 digit rresht, pastaj një vend bosh, pastaj një tjetër digit që përsëritet 3 herë, dhe pastaj një minus, pastaj një tjetër shifër që përsëritet 4 herë. Përsëritet 4 herë. Edhe shtyp enter. Dhe në moment që shtyp enter, ajo bën highlight të gjithë rreshtat që bëjnë match me ose që përputhen me këtë shprehje të rregullt. Dhe në këtë mënyrë ne mund të shikojmë ata rreshta që nuk përputhen me këtë, që nuk janë të rregullt. Ata rreshta që përputhen me këtë shprehje, si janë të rregullt. Po dalim me që nga less. E provojmë gjithë atë në rregull. Tani le të shikojmë këtë direktorin ls/usr /share /man. Kjo është direktoria ku mbahen ato faqet e manualit. Në direktoria man1 mban seksionin 1 të faqeve të manualit. Le të shkojmë te direktoria man1. Man1, pastaj Ctrl A, Ctrl D, CD, edhe enter. Bëjmë një ls. Të gjitha këto janë faqet e manualit të programeve të ndryshme. Për shembull, për komandën zip është kjo faqe manualit. Kur unë shkruaj man zip, më hapet kjo faqe. Tani, siç është komanda jetë ta nxjerrë një herë të komandën në sipër. Në rregull. Bëjë këto janë faqet e manualit. CD. Kontrolla. Shkruaj CD dhe vendos. Edhe bëjë këto janë faqet e manualit në të seksionit 1. Tani, siç është komanda grep, kemi edhe Ctrl C këtu. Siç është komanda grep, kemi edhe një komandë që quhet zgrep. Dhe komanda zgrep mund të kërkoj edhe në ato skedar që janë të ngjeshura me kjo përveç sa .gz tregon që ky është një skedar I ngjeshur, është ngjeshur me programin gzip.
Dhe komanda zgrep mund të kërkoj edhe në skedarët e ngjeshëm. Domethënë, e zbërthen në një skedar të përkohshëm dhe mund të kërkoj aty në skedarin e përkohshëm. Kështu që ne po përdorim këtë komandën zgrep që të kërkojmë në këto faqet e manualit. Dhe komanda zgrep po japim këtë opsionin -e që të tregoj, domethënë që të përdorim extended regular expressions, po japim dhe këtë opsionin -l. Për çfarë përdor opsioni -l? Opsioni Jo, long listing është kur e kemi te komanda ls. Kur e kemi te komanda grep, ajo shfaq vetëm ato emrat e skedarëve që bëjnë match, jo rreshtat që bëjnë match. Ose diçka e tillë, ose anasë. S'po më duket se shfaq vetëm emrat e skedarëve që bëjnë match. Pra, pa opsionin L, ajo do shfaq edhe skedarët, edhe emrin e skedarit, 2 pika dhe rreshtin që bën match. Do ta e provojmë edhe pa opsionin L, kurse me opsionin L shfaq vetëm emrat e skedarëve, ku gjendet një match. Ku gjendet një rresht që përputhet me shprehjen që do t'japim ne. Dhe tani këtu do shkruajmë një shprehje të rregullt, e cila është shpreha që do kërkohet në këtë skedar. Reg x ose regular expression. Me dy s, regular expression. Dhe ku do kërkoj të gjithë skedarët me propashtesën gz. Pra, kjo yll.gz janë skedarët ku do kërkoj komanda zgrep, që faktikisht janë gjithë skedarët me propashtesën gz në këtë direktori. Tani unë e provoj një pa opsionin L, pastaj do ta provojmë edhe me opsionin L. Tani, kur e japim këtë komandë pa opsionin L, na tregon skedarin ku gjendet një match, edhe rreshtin ku ndodhet ky match. Tani, e thrasim edhe një herë komandën e mëparshme dhe e bëjmë me opsionin L. -l na tregon vetëm emrat e skedarëve, ku gjendet një nga këto shprehje të rregullta. Tani, çfarë do të thënë që te ky skedar kemi një fjalë regex ose regular expression. Do të thënë që kjo komanda xedit në një farë mënyre tu ke që ose kjo, regex ose regular expression. Ok, s'ka. E trasim dhe njerë, këtu duhet të vendosh, sepse përndryshe shëlli e merr të gjithë këtë si shprehje të rregullt dhe pastaj pret për input, sepse nuk. Po, tani shkruaj mendet? Po. Tani thirrë edhe një komandë dhe vendosim një opsion -l. -l shkruaj. Kjo nxjerr vetëm emrat, jo rreshtat ku ka match. Tani, nëse ky emri xedit del këtu në listë, çfarë do të thonë? Do të thonë që te përmbajtja e këtij skedari ndodhet ose fjala regex ose fjala regular expression. Do të thonë që kjo komanda xedit në një farë mënyre ose i nje ose i përdor në një farë mënyre shprehje të rregullta, apo jo. Dhe po të shikoni të gjitha këto komandat i njohin ose i përdorin shprehje e rregullta. Ja ta bëjmë edhe me ls, që të shikojmë këtë. Pra, ka një numër të madh komandash që ku mund të përdoren shprehje të rregullta. Pra, janë mjaft të përdorshme shprehje të rregullta. Tani do kalojmë tek një mësim tjetër ku do shikojmë, po e bëjmë një klik, ku do shikojmë se si përdoret komanda sort, po bëj edhe cd që të shkojmë në direktorin home. Faktikisht le ta fshim edhe këtë bed file name, rm pra do të përdorim thonjzat
nëse emri I skedarit ka vende bosh, siç e ka treguar edhe këtu, në listin e tregon me thonjza, edhe ne do ta bëjmë me thonjza këtu. Tani kemi një komandë DU. DU është disk usage, që tregon përdorimin e diskut. Sa vend zë në disk, një direktori ose një skedar I caktuar. Le të bëjmë me këtë opsion, le të përdorim këtë opsionin -s silent, pastaj direktoria ku do kërkojmë /usr, /share, /yll. Ta provojmë një kështu, është e gjatë, është goxha e gjatë sepse ka goxha skedar, kështu që po e hapim me les. Tani e bëm gjithë të komandën, ja, ta shikojmë edhe një. DU është disk usage, dhe tregon se çfarë mundësie kanë përmbajtja e kësaj direktorisë. Faktikisht kjo yll në kupton gjithë skedarët në këtë direktori. Dhe kjo këtu për shembull është një ose direktori ose skedar, por e ka mallsinë 24 byte. Kjo këtu është një skedar tjetër, e ka mallsinë kaq. Kjo këtu është një skedar tjetër, e ka mallsinë kaq. Tani çfarë do të bëjmë? Unë do të gjej kush janë skedarët, 10 skedarët më të mëdhenj në këtë direktori, në direktorin usr share. Dhe që gjej kush janë skedarët më të mëdhenj, do t'i rendis sipas fushës së parë që është mallësia, apo jo, mallësia dhe emri. Duhet t'i rendis sipas kolonës së parë. Tani, si mund t'i rendis këto? Ne kemi përdorur të komandën sort. Kemi përdorur komandën sort, le ta përdorim edhe një këtu dhe e kalojmë outputin prapë tek les. Tani, ç'a na ndodh? Ky sortim nuk është I rregullt. Pse nuk është I rregullt? Nuk e di. Ka ndonjëri në ide pse s'është në rregull ky sortim? Kjo renditje? Janë në ditur se ka financim. Urdhë? Ndoshta janë ditur sipas alfabetike. Është bërë renditje alfabetike. Domethënë, në renditjen alfabetike, njëshi është përpara dyshit, kështu që gjithë rreshtat që fillojnë me 1 janë përpara rreshtave që fillojnë me 2, janë përpara rreshtave që fillojnë me 3. Domethënë, që të shkojnë një parë vetë renditje dhe pastaj nuk shikojnë me ato të tjerat. Mjafton që ajo të fillojë me 2 dhe renditet më poshtë se ajo që fillon me 1. Po kjo nuk është e rregullt sepse kjo këtu për shembull është më e madhe ose kjo është më e vogël se sa kjo dhe renditja nuk bëhet sipas vlerës numerike të fushës së parë. Faktikisht ne mund të shtojmë edhe këtë opsionin R, që është për reverse, domethënë të bëj sorting në sensin e kundërt, nga më e madhe për më e vogël. Po prapë shikojmë që ato që janë me 9 dalin në krye, edhe vazhdojnë ato që janë me 8 e kështu me radhë. Po që nuk është renditja e duhur. Tani, që të bëjmë një renditje pak më të mirë, shtojmë dhe këtë opsionin N. Kjo N është për numerik, domethënë që të bëj renditje numerike. Që të bëj renditje jo alfabetike, po numerike. Tani duket sigurisht në rregull, domethënë ato që janë të mëdha dalin në krye, edhe pastaj sipas radhës ato që janë në të vogla. Pra, ky opsioni N I komandës sort bën që renditja të bëhet një renditje numerike, të renditen si numra, jo si shkronja, si karaktere. Dhe nëse duam të shikojmë 10 skedarët më të mëdhenj, atëre të përdorim të komandën head që na jep 10 skedarët e parë. 10 skedarët e parë të direktorisë. Do të thënë skedari më I madh është ky icons që ka këtë mallësi, sa I bie kilobyte, megabyte, 1 megabyte, pastaj skedari fonts, pastaj skedari lokal e kështu me radhë. Tani, në këtë rast në këtë shembull që përdorim ne, duke I shtuar këtë opsionin N, kjo funksionoi, po funksionoi sepse kjo vlera numerike që rendisim ne është e para, është në fillim të rreshtit.
po të ishte kjo kolona shumë në fund të rreshtit, domethënë madhësit të ishin brapa e të skedarit. Si do ta bënim renditjen? Nuk do Pasi. Urdhë? Bazuar në fajin. Jo, Shtepuri. ne duam të rendisim sipas madhësisë. Pra nëse kjo kolona e numrave nuk do ishte në fillim të rreshtit, po do ishte në fund, mbas emrit të skedarit, kjo komandë nuk do funksiononte. Sepse kjo bën renditje numerike, po duke filluar që nga fillimi, të fushës së parë. Pra nëse nuk i përcaktojmë një fushë, ajo merr fushën e parë. Le të shikojmë një shembull tjetër. LSL /usr/bin. E kalojmë te komanda ls. Tani kur bëjmë LSL, fusha e parë janë të drejtat. Fusha e dytë është numri i liqeve, fusha e tretë është zotruesi i skedarit ose direktorisë, fusha e katërt është grupi, pastaj fusha e pestë është madhësia. Pra, nëse duam të rendisim këta skedar sipas madhësisë, atëherë e kalojmë te komanda sort outputin e kësaj. Pra, e kalojmë te komanda sort. Përdorim këtë K5, që do të thotë si qelës, kjo K është për ki. Si qelës të renditjes përdor kolonën e 5, sepse ose le ta bëj një me head këtë, ta bëj një me head, që ti kemi këtu parasysh. Tani sort pra, i them që për renditje përdor kolonën e 5. Faktikisht kjo është ki. Domethënë si ki përdor fushën e 5 ose kolonën e 5. Kjo është e para, kjo është e dyta, kjo është e treta, e katërta dhe kjo është e pesta. Pra madhësia është kolona e 5. I them që për renditje përdor si qelës për renditje përdor kolonën e 5. Tani i them edhe që duhet renditje numerike, i them edhe që bëj renditjen reverse, domethënë më të mëdha tregojnë në fillim dhe më të vogla në fund. Dhe këto dy anë mund t'i bashkojmë. Edhe i bëj një head këtu. Head, që të marrë 10 para. Dhe në këtë mënyrë funksionon. Nëse nuk do ta kisha bërë me këtë test, po ta kisha bërë siç e bëra më parë, rezultatet do na ditë komplet gabim. Pra nuk janë të renditura sipas madhësisë, po janë të renditura sipas renditjes alfabetike të kolonës së parë, që është totalisht gabim sepse ne duam të rendisim sipas madhësisë. Pra është kjo key 5, që i thotë që përdor kolonën e 5 si qelës të renditjes, që bën që renditja të jetë ajo që duam ne. Tani do vazhdojmë me disa shembuj të tjerë, por për këta shembuj na duhet një skedar ndihmës që do ta shkarkojmë me komandën wget. Të shikojmë na punon një interneti, ping. Na punon, okay. Ju punon edhe juve, bëni komandën ping. Me Ctrl+C mund ta ndaloni. Pra nëse merrni përgjigje nga pingu, do të thotë që interneti punon. Tani do përdorim komandën wget. Wget është për të shkarkuar nga World Wide Web, do të thonë për të shkarkuar nga faqet HTML që janë në internet. Japim adresën https://linux-examples lesson 007 distros.txt.
E bëm gjithë? Pra kjo është adresa e një skedari në internet. Ka adresë mund të apim në browser shumë dhe mund të shkarkojmë nga browseri. Por mund të shkarkojmë edhe me komandë në të tjerë. Shka ka shkruar, nuk e ndërë. Legal, kanë dhe login. Shkronje të mund të distros. Regular. Të nëzori, dyqim, okej, të nëzori 404 në të malë, të nuk të ka sfedar në atërën. Okej. Atëre të shikojmë të skedarin qa ka brenda kësë skedari distros.txt. Ta shikojmë. Do ta shikojmë me komandën cat distros.txt. Dhe ky ka disa rreshta me distro që janë këto versionet e Linuxit, distribution. Janë disa versione Linuxi, SUSE, Fedora, Ubuntu e kështu me radhë, dhe këtu ka versionin për katës edhe datën kur është lëshuar ky version. Do të thënë, është një historik i disa prej versioneve të Linuxit dhe datat e lëshimit të versioneve për katës. Tani, nëse këtë komandën cat ne e bëjmë me opsionin -a e madhe, qa shikojmë? Shikojmë që në vend të atyre vendeve bosh kemi këtë kapuçi. Kjo kapuçi është faktikisht tabi, është karakteri tab. Dhe kur bëjmë një shfaqje normale, ajo na shfaqet në hapësira. Por kur përdorim këtë opsionin -a të katit, i shfaq karakteret speciale, siç është tabi për shembull. Pra, nëse bëjmë cat direkt, atëherë na shfaq me vende bosh. Por nëse bëjmë cat me opsionin -a, atëherë shfaq edhe karakteret speciale. Edhe në rastin konkret, ky vend i bosh këtu faktikisht është një karakter, i gjithi ky. Edhe ky është i gjithi një karakter, që është karakteri tab. Edhe karakteri tab shfaqet me këtë kapuçi. Edhe këtu kjo dollari në fund të rreshtit tregon fundin e rreshtit. Domethënë kemi një end of line karakter aty. Një karakter shkresë që është end of line. Tani, nëse bëjmë sort distros.txt. Është në rregull kjo renditje, mua s'më duket në rregull, sepse këtu kemi Fedora 5, Fedora 6, Fedora 7, pra vinë duke rritur. Dhe këtu në krye kemi Fedora 10. Po, sepse ajo bën renditje alfabetike. Tani, nëse duam ta rregullojmë këtë, do t'i shtojmë disa opsione komandës sort. Pra e nxjerrim edhe një komandën sort. Po mund të ishte? Shiko, unë kisha një listas i txt i njës, e kisha shkërkuar dyre, kur shkërkuar për të ditë, ajo më bëna të të njësh. Dhe nisi duket, e ndjek më shumë të ditë dhe e këshira ata. Edhe kandaje. Tani që ta përboshtë në opsionin -a e madhe. Enter.
Po, ka. Në vëndë, kjo të gënë karakter speciale. Dhe këto vëndë të bosh, faktikisht janë një karakter, që është tabi. Dhe tabin e të gënë me këtë kapër shkri, këto vëndë në fund, të gënë që një karakter tjetër në sëndërështë, që është interfine karakter. Tani provoj me sort, po. Pra, provoj me sort? Me sort? Ok, ndërë. Tani, kjo renditje nuk është e rregullt, sepse është renditje alfabetike dhe kemi fedora 10, pastaj fedora 5, pastaj fedora 6, nuk është as nga më e madhe te më e vogla, as nga më e vogla te më e madhe. Sepse njëshi në renditjen alfabetike ndodhet përpara 5-s. Edhe kjo mjafton që ky rresht të renditet përpara këtij. Meqense njëshi është përpara 5-s, ky rresht renditet përpara këtij. Po s'është renditje normale. Kështu që e nxjerrim edhe një herë këtë komandën sort, edhe i japim disa opsione të tjera. Key. Pra, si qelës e parë të renditjes, po përdorim këtë kolonën e parë. Domethënë duke filluar nga kolona e parë deri tek kolona e parë. Kjo është një range fushash. Pastaj, si qelës të dytë renditje, do përdorim kolonën e dytë, por do t'i shtojmë edhe këtë opsionin N që ta bëjë renditjen numerike. Domethënë, qelësi i parë i renditjes është kolona e parë, alfabetike, dhe brenda këtyre do bëhet edhe një renditje tjetër sipas kolonës së dytë. Dhe kjo renditja do jetë numerike, meqense i shtuam këtë N në fund. Pra, ky dyshik këtu tregon kolonën e dytë, ose fushën e dytë. Pra, renditja e dytë do jetë sipas kolonës së dytë. E provojmë? Tani është në rregull, domethënë është renditja e saktë. Tani, këtë komandën më sipër mund ta shkruajmë edhe kështu, sepse kjo minus key është opsioni i gjatë, për minus k. Pra mund ta shkruajmë edhe kështu, minus k, edhe me vendbosh ose pa vendbosh, nuk ka rëndësi. Edhe këtu mund ta shkruajmë minus k, me vendbosh ose pa vendbosh, nuk është edhe funksionon. Tani, çfarë ndodh nëse ne nuk përdorim këtë 1 presje 1, po përdorim vetëm 1. Kjo bën që si qelës të parë të renditjes të merret që nga fusha e parë e deri në fund, sepse nuk i përcaktojmë që ku deri ku. Domethënë përcaktojmë vetëm që ku. Edhe është një lloj sikur ta bëjmë një presje edhe asnjë. Një presje asnjë, domethënë nga kolona e parë deri te kolona e fundit. Domethënë, nëse ne bëjmë vetëm K1, është një lloj sikur themi një presje asgjë. Një presje asgjë, domethënë nga kolona e parë deri te kolona e fundit. Dhe kjo bën që e gjithë rreshtit konsiderohet si një kolonë. Dhe kolona e dytë është bosh, kështu që renditja do bëhet vetëm sipas kolonës së parë. Dhe këtë dyshi ignorohet këtë dyshi, bëhet vetëm renditja sipas së gjithë rreshtit që është renditja alfabetike. Prandaj e vendosim këtë presje 1, që domethënë përdor vetëm kolonën e parë për renditje. Tani, supozojmë se duam t'i rendisim këto rreshtat sipas datës, por në renditje, por në reverse, domethënë nga më e madhe tek më e vogla. Dhe një mënyrë për ta bërë është kjo. Po e nxjerrim prapë këtë komandën më sipër dhe po shkruajmë këtë. Renditja e parë është 3.7 në BR. Do ta sqarojmë se çfarë është kjo. 3.7 në BR. Pastaj qelësi i dytë i renditjes është 3.1 në BR. Pastaj qelësi i tretë i renditjes është 3.4 në BR.
Tani, kjo treshi do me thënë kolon e tretë, por kjo pik 7 do me thënë duke filluar nga karakteri 7 i kolonës së tretë. Do me thënë kolon e tretë, por duke filluar nga karakteri i 7. Kush është karakteri i 7? Kjo është kolon e tretë. Kush është karakteri i 7? Karakteri i 7 është këtu. Do me thënë, fillimisht rendit sipas vitit. Dhe kjo N është renditje numerike, R është reverse, do me thënë nga me e madhja tek me e vogla, dhe kjo B-ja është për të injoruar këto hapësirat bosh, nëse ka. Pra është si blank, për të injoruar nëse ka hapësira bosh. Tani, qelsi i dytë i renditjes është kolon e tretë, por duke filluar nga karakteri i parë. Karakteri i parë është kjo që është muaji. Pra, duke filluar që këtu, kjo është muaji. Pastaj qelsi i tretë i renditjes është kolon e tretë prapë, por duke filluar nga karakteri i katërt. Karakteri i katërt është kjo këtu, që është data. Pra, i rendit një sipas vitit, në renditje nga me madhe tek me vogla, pastaj sipas muajit, dhe brenda kësaj renditje i rendit edhe sipas datës, nga me madhja tek me vogla. Edhe kjo nxjerr renditjen të saktë, siç e duam. Tani, në gjitha këto raste që kemi përdorur ne, faktikisht dy raste kemi përdorur, ose kemi përdorur të skedarin distro për renditje. Tani, si i tallojmë kolonat me njëra tjetra? Kush është kolon e parë, kolon e dytë, kolon e tretë? Si ndajnë kolonat, ose si ndajnë këto fushat me njëra tjetra? Në rastin konkret ndajnë me tab. Po, në disa raste mund ndajnë edhe me vend bosh. Do të thënë, kolon e parë vend bosh, kolon e dytë vend bosh, kolon e tretë. Po nëse kemi një skedar ku fushat ose kolonat ndajnë me diçka tjetër, jo me vende bosh. Për shembull, skedari etc password. Nëse shikojmë përmbajtjen e skedarit etc password, shikojmë që edhe këtu kemi disa fusha ose disa kolona, por që ndajnë me dy pika nga njëra tjetra. Pra, fusha e parë, 2 pika, fusha e dytë, 2 pika, fusha e tretë, e kështu me radhë. Tani, nëse duam ta rendisim këtë skedar, sipas fushës 7. Kush është fusha e 7? E para, e dyta, e treta, e katërta, e pesta, e gjashta, e shtata. E shtata është shelli që përdorësi. Pra nëse duam ta rendisim këtë sipas fushës 7, do t'i themi K7, pra përdor fushën e 7 si renditje, por do t'i themi edhe që përdor si ndarës, përdor 2 pikshin si ndarës. Pra, kjo minus T përcakton se cili karakter do përdoret si ndarës midis fushave. Dhe pastaj kemi renditje alfabetike të fushës së 7, ose të kolonës së 7. Po e kaloj edhe tek head, që të nxjerr 10 para. Tani, do një të tregon se kush ndarë, cili karakter përdoret si ndarës. Tani po e bëjmë një clear screen, po e bëjmë një pastrim ekranit dhe kalojmë te komanda cat. Komanda cat përdoret për të nxjerrë vetëm një kolon të caktuar nga një skedar. Nëse kemi një skedar si distor.txt që ka 3 kolona ose 3 fusha, supozojmë se unë do të nxjerr fushën e tretë. Atë i them cat minus f minus f3, do të thënë nxjerr fushën e tretë nga ky skedar, distor.txt. Pra, distor.txt ka 3 fusha ose 3 kolona. Cat minus f3 më nxjerr vetëm kolonën e tretë ose fushën e tretë. Nëse i them cat 1 presje 3, 1 presje 3, më nxjerr fushën e parë dhe të tretë.
Nëse kam kap 1 minus 2 presje 3. Në nxjerr fushat nga e para tek e dyta dhe pastaj edhe fushën e tretë. Pra po ta zëm se do kishim 17 fusha, mund të thuash nga kjo fushë deri te kjo fushë edhe këtë fushë kështu. Pra kjo është për një range fushash. Tani, supozojmë se duam të nxjerrim vetëm vitin. Si mund ta bëjmë? Pra, nëse duam të nxjerrim vetëm jo kolonën e tretë, por duam të nxjerrim vetëm vitin. E para një, urdhë? Po. Ndarse. Po. E provojmë para. Po, me minus t. Pra, përcaktojmë se kush duhet karakterin ndarë. E para e bëjmë një kat minus f3, pra nxjerrim fushën e tretë një. Mund ta lëmë edhe pavën bosh. Nxjerrim fushën e tretë. Tani këtë outputin e kësaj do ta kalojmë te një kat tjetër, ku ndarse do jetë kjo slashi, dhe këtu do jetë prapë fushë e tretë, minus f3. Jo minus t, po minus d. Delimiter. Kemi gati. Pra, minus t është për sorting. Duket është për sorting. Kjo e ka komanda 4 ka minus d. Pra, kur duam të përcaktojmë atë karakterin që ndan fushat nga njëra tjetra, tek komanda sort është minus t opsioni, tek komanda 4 është minus d, delimiter. Pra, nxjerrim një kolonën e tretë dhe pastaj përdorim prapë e kalojmë outputin te komanda cut, ku përdorim këtë si delimiter, si ndarës midis fushave dhe prapë nxjerrim fushën e tretë. Një mënyrë tjetër është duke përdorur prapë komandën cut, po me opsionin minus c. Opsioni minus c e trajton çdo karakter si një fushë të veçantë. Kështu që i themi minus c 7 10. Pra, edhe një. Kjo na nxjerr fushën e tretë. Pastaj e kalojmë prapë te komanda cut, përdorim opsionin minus c nga 7 deri në 10. Okej. Pra, kjo minus c e trajton çdo karakter si një fushë. Atëherë kjo është fushë e parë, kjo është fushë e dytë, kjo është fushë e tretë, kjo është fushë e katërt, edhe gjithsej sa janë 2, 3, 4, 5, 6 dhe 4 dhe 10. Janë 10 fusha. Atëherë unë them nxjerr fushat nga 7 deri në 10. Fushat nga 7 deri në 10 janë nga karakteri 7 deri te karakteri i 10. Tani, nëse duam ta nxjerrim datën, po duke nxjerrë në fillim vitin, pastaj muajin, pastaj ditën. Do bëjmë të njëjtën gjë. Kjo na nxjerr vitin, por ne mund të shtojmë këtu edhe një nga fusha e parë deri tek fusha e dytë, që janë dy karakteret e para që janë për muajin, dhe pastaj presje nga fusha e 4 deri tek fusha e 5. Që janë këto dy karakteret këtu. Nga e 4 deri te 5 që është data. Edhe faktikisht ajo nuk i nxjerr në këtë renditje, i nxjerr në renditjen origjinale, domethënë fusha e parë, fusha e dytë dalin të parat,
pastaj pasas atyre vin fusha 4, fusha 5 dhe pastaj vin pjesa tjetër. Kjo. Tani shikojmë edhe një herë të skedarin etc password. Me komandën head nxjerrim 10 rreshtat e parë. Tani, nëse duam të nxjerrim vetëm fushën e parë, domethënë atë që është username, mund ta bëjmë me komandën cat, por do t'japim si delimiter të dy pikëshin. Pra i themi që përdor 2 pika si delimiter dhe pastaj fusha e parë. Fusha e parë është username-i. E bëm gjithë? Tani do shikojmë një komandë e cila përdoret për të krahasuar dy skedar tekst. Dhe para se të krahasojmë, le të krijojmë dy skedar shembull. Cat file1 .text dhe po shtyp enter. Tani kjo është komanda 4 është duke lexuar nga tastiera dhe outputin do ta dërgoj te ky skedar, te skedari file1.txt. Po shkruaj A, enter, B, enter, C, enter, D, enter dhe pastaj Ctrl D. Ctrl D është end of input. E shikoj skedarin file1.txt. Është një skedar që ka këto 4 rreshta, A, B, C, D. Okej, dhe mund të bësh edhe një echo D, dhe echo D, dhe i bësh append file1, po. Po, në rregull. Tani krijojmë një skedar tjetër file2.txt, e nxjerrim këtë me shigjet krah, këtë të parën që është me këtë redatuesen dhe e bëj file2.txt. Pra do krijoj edhe një skedar tjetër file2.txt. Shkoj prap në fund edhe shtyp enter. Tani jap B, C, D, E. Edhe Ctrl D. Cat file2.txt. Pra skedari 2 ka këto rreshta, D, C, D, E. Tani, për t'i krahasuar këto dy skedar, mund të përdorim komandën diff. Diff file1.txt, file2.txt. Dhe kjo ka një output tillë, kështu që te rreshti 1 skedari i parë ka këtë. Te rreshti 4 skedari 2 ka këtë rresht, që nuk e ka skedari i parë. Faktikisht kjo nuk është shumë edhe aq e kuptueshme. Nëse i japim këtë -c, opsioni -c na tregon edhe pak kontekst. Na tregon edhe kontekst. Konteksti janë disa rreshta përpara ose mbrapa rreshtit që kanë ndryshim. Me çfarë? Ta provojmë, nuk e di. Për çfarë përdoret -f? Human reader. Jo, nuk e ka, sepse opsionet varen nga programi ose komanda që i përdor të opsionet. Dhe disa programe janë të ngjashme me njëra tjetrën, që përdorin opsione të ngjashme. Kështu -c e përdor komanda
DU për shembull minus h e përdor komanda free e kështu me radhë. Pra disa komanda përdorin të njëjtin opsion për të njëjtin kuptim. Por jo të gjitha komandat e kanë këtë, domethënë minus h. Tani kjo minus c na tregon edhe kontekstin. Konteksti janë edhe disa rreshta para ose mbrapa rreshtit ku ka ndryshim. Pra tu kemi të skedari file 2, që është kjo me minus minus, mungon kjo rreshti a. Por këta rreshta këtu janë njësoj. Dhe të skedari file 2 kemi këtë rreshtin e, që është me plus. Plus do me thënë që është ky është, dhe këta rreshta janë njësoj. Tani, faktikisht mund të përdorim një opsion tjetër, minus u, që është unified format, dhe është më konciz. Unified format thotë që te skedari dytë mungon rreshti a, dhe është ky rreshti e që nuk është te skedari parë. Pra, kjo na tregon diferencat ose ndryshimet midis dy skedarëve. Mirë, po e mbyllim këtu për sot dhe do vazhdojmë prapë nesër me disa komanda tjera.